Një seri emailësh të bëra publike së fundi hedhin dritë në mënyrë shqetësuese se si Jeffrey Epstein siguronte kontakte me vajza të reja për mes ndërmjetësimit të një agjenti modelesh në SBA. Sipas dokumenteve, Ramsey El-Khoury ka zhvilluar një komunikim të vazhdueshëm me Epstein për gati një dekadë, nga viti 2009 deri 2019. Në këto email ai diskutonte në mënyrë të hapur për pamjen fizike të vajzave, moshën e tyre dhe qëndrimet ndaj marrëdhënieve seksuale, duke sugjeruar në disa raste dhe takime intime. Në një email të vitit 2011, El-Khoury përshkruante një grua në të 20-ta si të dëshpëruar për para dhe i shkruante Epstein që ta provonte në shtrat. Ndërkohë në një tjetër komunikim ai referoi preferencave të financiare me fjalën: "E di që 23 vjeç është pak e madhe për ty", një deklaratë që ka ngjallur reagime të forta për natyrën e marrëdhënies mes tyre. Dokumentet e publikuara në Departamentin e Drejtësisë tregojnë se një pjesë e mirë e komunikimeve fokusohej tek sigurimi i aksesit ndaj modeleve femra, shpesh përmes rrjeteve ndërkombëtare të modës. Sipas FBI, numri i viktimave të lidhur me Epstein mund të arrijë deri në 1000 gra dhe vajza. Emailët zbulojnë lidhje gjithashtu me industrinë e modës, përfshirë kontakte me Victoria's Secret, të lidhur me biznesmenin Les Wexner si dhe Vera Wang.